Botrori 2026 ka hyrë në fazën më interesante. 8 nga kombëtarët më të mira do të luftojnë për 4 bileta për në gjysmëfinale, atje ku spektakli duket i garantuar. Ditën e sotme do të flasim për 4 duele çeyrkfinale që premtojnë spektakël emocione, si dhe rivalitet. Me mua në studio ditën e sotme kemi Aida Durishti, moderatore në Ora News. Përshëndetje. Përshëndetje Rozald, ne si jem të koha e Botrorit. Faleminderit. Dhe Glendi Tafaj, moderator në Tring. Glendi, përshëndetje. Përshëndetje Rozald, kënaqësi. Një nga skandalet më të mëdha që ka përfshirë ditë të fundit ka qenë ky arbitrimi në botror, sepse është përfolur shumë për Argjentinën, është përfolur për Kroacinë, ka pasur domethënë shumë polemika ndaj arbitrave, arbitru Uzbekistanës. Glendi, nuk e di si është këto zhvillime që kanë përfshirë botrorin, ka pasur reagime edhe nga Kolina. Rozald, a priori përgjithsisht ka polemika në çdo event botror, pra në shumë. Të rrallë janë rastet kur një kup bote shkon gjithçka vaj dhe na u duk pak çuditshëm që në fazën e grupeve realisht nuk patëm shumë polemika, por edhe faza e grupeve është një fazë që të lejon mundësi rekuperimi deri diku. Kur vjen faza e nokautit, çdo gabim qoftë edhe i vogël i gjykimit amplifikohet. Dhe sigurisht që polemika janë gjithmonë të pranishme. Pastaj është edhe një lloj psikoze e krijuar që në botrorin e kaluar që ka një tendencë për të shkuar pro Argjentinës, por kjo pastaj është subjektive për dikë sepse dikush tjetër thotë që nuk është e vërtetë, pra është pjesë që hyn edhe pjesa emocionale e dikujt në gjykimin e tendencave. Megjithatë, gabimet janë pranishme. Në ndeshjen me Argjentinën, ndoshta mund të ketë patur një tendencë le të thekse jo për të favorizuar Argjentinën, por ka një ndikim psikologjik një skuadër e madhe, ne e di. Pra një skuadër e madhe kur luan kundër një skuadre mesatare, nuk po themi të vogël si Egjipti, ka një tendencë gjyqtare që të shkoj pak pro, por ndoshta e bën nga nënvetdia e tij. Pastaj janë dy episodet që janë më problematik. Dhe aty pastaj është çështje interpretimi, dikush thotë që ka shkelje, dikush thotë që nuk ka, dikush thotë që ka kontakt që meriton 11 metrash tek Salah, dikush thotë që nuk ka, pra nuk është e ndarë me thik. Është gjithmonë e parë në këndvështrime të ndryshme të individëve dhe tifozëve për diskutim. Pastaj ndahet me përqindje. Pra mund të thonë 60% thonë që është 11 metrash, 40 thonë që nuk është. Pra nuk është të ndarë 100%. Ajo që unë kam parë, paktën personisht problematik në gjykim, ishte gjykimi për mua i padenj i Uzbekistanësit në Francë Paraguay. Sepse në atë rast nuk kemi një ndarje 60-40, kemi një ndarje 100% gabim. Dhe ajo nuk vjen nga tendenca, vjen nga mungesa aftësisë së një arbitri, që me gjithë respektin arbitron një kampionat, nuk po them mediokër, po fundon një kampionat të nivelit ulët, një arbitër që vjen në botror për çështën e globalizimit të gjyqtarëve, që nuk është sa e ka bërë Infantino, gjithmonë FIFA ka marrë në botror gjyqtarë edhe nga kampionatet të nivelit pak më të ulët, po jo kaq të ulët deri në Uzbekistan. Pra ka shkuar në Ekuador, mund të ketë shtuar edhe në zonën e Gjirit Arabik, por në Uzbekistan nuk e kuptova. Dhe pam që ishte i paaftë arbitronte një ndeshje të tillë edhe me VAR. Pra pam 2-3 element për karton të kuq, pastaj mbyllën ndeshja me 4 karton të verdh për Francën, asnjë për Paraguayn, një Paraguay që luajti pa thonjë zafare, luajti pisët. Dhe në atë moment, aty vërtet pash një arbitër të paaftë për të arbitruar në këto nivele, aq sa mendova që ndoshta këtu do ishte më mirë dhe një shqiptar të arbitronte këtë ndeshje, se sa një arbitër nga Uzbekistani. Këtu tek problemet e FIFA-s në përzgjedhje, po ndoshta edhe FIFA ka politikat e veta sepse do që ta bëj ta zgjerojë sa më shumë sepse nuk mund marr Rozal 20 arbitër europian dhe 2 amerikanë latinë ta mbylli. Sepse është kampionat botror, por ja që janë dhe këto rrisje që në fund fare të vjen një arbitër i paaftë për nivele të tilla. Kurse le të kthesh arbitër i aftë, le të kthesh arbitër që arbitron nivele të larta, arbitron Champions League, është nga arbitrat më të mirë që Europa ka. Dhe them që tek le të kthej pastaj patjetër që mund të ketë gabuar, po është edhe çështje këndvështrimi, çështje interpretimi në shumë element. Dhe një tendencë mund ta ketë patur, por thash tendenca ndonjëherë vjen edhe pa e kuptuar vetë gjyqtari, shkon drejt një skuadri që është pak më madhe që nuk duhet ta bëj. Dhe për mua dhe po e mbyll se zgjata pak çështën e gjykimit, por ka qenë çështje e momentit më shumë se futbolli dhe unë para përgjithsisht flas për futbollin më shumë se sa se kur flasim për gjykimin dalin nga ajo pjesa që ne na pëlqen, që është pasioni më i madh, që është fusha. Po për mua gabimi i madh që është bërë pro Argjentinës është kartoni i kuq që do i jepë Mesit në ndeshjen e parë të kampionatit botror. Që nuk është një karton i kuq, ashtu si unë dua futbollin, nuk është një karton të kuq se nuk shoh tendencë ose edhe je Balogun. Pra shoh një ndërtar që tenton të kap topin, por me metrin e gjykimit që kanë vendosur të paktën në 5 vitet e fundit, ai është një karton i kuq gjithë ditën. Unë faktikisht e thash edhe në studio që
Edhe ne të ishim arbitra para Lionel Messi dhe kishim pak të vështirë të nxjerrim atë kartonin e kuq, sigur nuk ta bën zemrat janë nxjerrësh. Sepse kemi përballë një nga lojtarët më historik, më legjendar në gjithë talentin e tij që ka dhuruar. Nga këto episode, cilit ka bërë më shumë përshtypje? Nga këto episodet e diskutueshme që ka pasur ditët e fundit. Është Argentina, favorizimi. Episodi më i përfolur, pa diskutim që ishte ky e Egjiptit dhe Argentinës. Është edhe rasti i Balogun që është falur nga FIFA, ka qenë tjetër çështje. Edhe ajo ishte një çështje pa diskutim që u diskutua në të vërtetë shumë, që kishte ato polemikat normalisht negative. Por nëse do flasim për ndeshjen e Egjiptit edhe Argentinës, unë mendoj që Argentina domosdoshmërisht do nxjerrte atë stofin e saj kampion edhe do ta çrregullonte të gjithë ndeshjen dhe do ta përmbyste rezultatin për të qenë ajo në çeyrek-finale. Glend, ditën e sot apo dje nuk e di diçka tillë, por ka pasur një reagim edhe nga Kolina që shprehur që nuk ka pasur ndikime në ndeshjen e arbitrat dhe nuk ndikohen nga asnjë as edhe nga Infantino. Një koment shkurtër për ta mbyllur këtë çështje në arbitrimit. Rozal, imagjino çdo të ndodhte po dilte Kolina thoshte kanë ndikim, janë ndikuar nga Infantino. Kolina është pjesë aty grupit. Po, sepse është ai që cakton. Po, ai që cakton, italianët thotë si mankerevo, dali Kolina dhe thotë që dëgjoni, është ndikuar nga Infantino, do ishte skandal, do shpërthente. Pa që Kolina ashtu do thotë dhe edhe unë mendoj që nuk është se ka ndikim në atë masë sa mendon publiku që shkon ndikuar ndoshta në rezultat. Që thotë Infantino, do japësh këtij ndeshjen. Se pastaj këto polemika kanë bërë gjithmonë, edhe në 98 më kujtohet nga që zhvilloi botërori në Francë, ishte blatëri, thonin ja dhan Francës. Pastaj ne kemi patur raste të ndryshme për të polemizuar. Italia fiton botërorin në 2006 dhe blatëri nuk del fare të jap kupën. Presidenti i FIFA sepse ishte francez, domethënë ka edhe këto element që nuk i shkojnë fare. Po ndoshta është edhe vazhdimësia Glend nga rasti i fundit me Holandën, mos gabojnë 2024 ka pasur polemika shumë të mëdha për Argentinën. Gjatë asaj ndeshje. Po sepse pretendoi kartoni kuq për Messi në topin që goditi e gjithçka tjetër. Po në çdo botror them, në çdo botror ekzistojnë këto element që vendosin pikpyetje edhe të një skuadër, po kërkojnë edhe ndoshta ndonjëherë një llos një skuadër tjetër. Për shembull, edhe rasti i faljes së kartonit të Balogun. Ne kemi njohur këto raste, nuk është hera e parë. Në Spanjë ka ndodhur që kur është parë që një karton të kuq nuk ka qenë për karton të kuq, atëherë është marrë vendimi që mos pezullohet. Po si shpjegon të rastin që nuk është falur futbollisti Olise i Francës, sepse ishte një karton i gabuar. Që nëse kartoni është i gabuar, siç ka ndodhur një rast nëse më kujtohet herët në Spanjë, ku ishte David Beckham, që David Beckham shkatërtoi një faull që nuk ishte faull. Nuk ishte faull. Dhe u dha një karton i kuq, Beckham u largua atë ndeshje, dhe ndeshjen tjetër është shqyrtoi Federata Spanjolle dhe vendos që mos të pezullohen ndeshjen pasardhëse, kurse rasti i Balogun është shumë më specifik, sepse rasti i Balogun është ajo që thash unë personalisht, duke ardhur nga fusha, nuk e shoh si karton të kuq. Pra sepse nuk shoh tendencë, por me metrin e gjykimit ti e ke dhënë karton të kuq. Pra ti nuk e gabuar në atë vendosin që i bën kartonit të kuq, pra në limitin që ti ke vendosur. Ti ke vendosur këtë limit, tashmë ke kohë. Dhe ai rrezikoi kundërshtarin, edhe pse pa qëllim. Por Muaremovic mund të rrezikonte frakturë. Dhe ti e ke vendosur si FIFA, nuk e vendosur ne, që këto raste janë karton të kuq. Dhe nëse e ke vendosur, atëherë është karton i kuq i drejtë për ty. Për çfarë e fal? Se nuk ka kuptim pastaj që merr një vendim tjetër. Një telefonat nga Trump, fol shumë që unë e kuptoj telefonatën nga Trump dhe kuptoj edhe Infantino. Unë e kuptoj edhe Infantino në këtë pjesë, edhe pse është në një mënyrë skandaloze, sepse me drejtë tha Tuchel që mund të marrim telefon të falim Kuensan. Pra ti themi mbretit, marrin telefon të fali Kuensan. Pra këto hapet një rrugë e madhe dhe kush është politikisht më i fortë falet. Po çështja është që në raste të tilla krijohen precedent që janë të padrejtë. Dhe po të shohësh, për mua ai kartoni kuq, se do në temë tjetër për shumë shkurt, ai kartoni kuq ndikoi për keq tek Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse i dha shumë benzinë Belgjikës. I dha benzinë Belgjikës. Belgjika apeloi, nuk u pranua apelimi dhe i dha shumë benzinë. Balogun nuk preku top. Belgjika fitoi ndeshjen. Pra i bëri më shumë i prishi pushtet e bashkuara sepse u morën shumë atë pjesë dhe nuk u mor njëri me ndeshjen. Kështu që janë precedent që nuk i shkojnë. Pastaj në anën tjetër, po të vendosëm në kostumin e Infantinos. Infantino e di se kush ia bëri gropën edhe Platinis edhe Blatërit. E bëria departamenti i drejtësisë. Kështu që tha, po merr presidenti i Amerikës, sa ti ke dhe unë me valixhe si këta të tjerë. Ma mirë fal atë zotrin.
Edhe pse nuk është, më themi në formë batute, nuk është fare normale. Glend kishte edhe nga ato që të dhe Sani dje lexova një shkrim që për eliminimin e Amerikës bën një telefonat sërish Trumpi për të rikthyer Amerikën sërish në botror. Dgjoj, po t'ia thuash Trumpit e mendon e bën, se në ato nivele shkon. Po shumë Belgjika arriti të krijojnë një ndeshje spektakolare me ato 4 gola të shënuar. U përfol në të vërtetë shumë që Amerika ndon se do të ngrinte kupën e këtij kampionati botror, por një Belgjik që nuk i la. Një Belgjik që përfitoi edhe që do ngrinte kupën e besonin vetëm populli deri diku arrogant amerikan. Se asnjë tjetër përveç Amerikës nuk e beson. Jo, po shikoj edhe shumë. Ne nuk po flasim për potencialin e lojës. Ne themi formative që e vendos Trumpi deri diku, patjetër që nuk do e vendoste, se nuk do shkonte punë që vendoste kampionin, po shikoja mediat amerikane për i përcjellja shpesh. Dhe po shikoja që ESPN-i, Foxi që transmetojnë, Foxi është kanali që po transmeton. Po në Amerikë. Dhe po ti dëgjosh në aty, e besojnë vërtet ata, e besoni që dëgjoj, nuk i dihet se balogun, policisha. Por dakor, shumë mirë deri këtu po. Sekondë, ai dhe shkon dot. E disa interesante ishte sepse kishte shkuar një kanal anglez, kishte bërë intervistë me amerikanët, tifozët amerikan dhe 80-90% nuk njihin as Mesin. Amerikanët. Jo, ashtu në aspektin. Është jashtëzakonshme domethënë. Di vetëm te Ronaldo që mund të njihin pak, futbollistët e tjerë të botrojë nuk i njihin fare. Në aspektin futbollistik janë ignorant. Janë ignorant komplet domethënë. Nuk ja kanë idenë. Se kanë edhe në kulturë, kanë futbollin e tyre amerikan, NBA dhe po të shohësh kur bëjnë 10 sportistëve më të mirë të historisë, po e bën amerikanët. 2 janë nga bejsbolli, 3 janë nga shahu amerikan, formë batute, por nuk shikojnë futbollistët, nuk e kuptojnë që dëgjoj, jeni ju pakica, pjesa tjetër dëshon futbollin, e pompojnë Super Bowl-in që edhe unë ndjek, pëlqen shumë. Futbolli amerikan pëlqen, por është individuale imja. Nuk është e gjithë botës. Dhe ndjekin një finale të Super Bowl-it mund të shkojë deri 200 milion që mund ta ndjekin, që është eveniment i rëndësishëm i vitit. Një finale Champions ndjekin 600 milion. Një finale botrore pastaj shkojmë në miliarda. Po botrorin po e nxjerrim se është një herë në 4 vite dhe okay, mbledhen 4 vite. Po finale Champions çdo vit janë 600-700 milion, kështu që nuk e kuptojnë që nuk është Super Bowl i eventi sportiv i vitit. Është futbolli. E vërtet. Për të kaluar te gara për këpucën e artë, Messi udhëheq me 8 gola, më pas ndiqet nga Haaland dhe Mbappé, pak më poshtë është Kane me 6 gola. Ida, kë është më favorit për këpucën e artë? Janë në të vërtetë lojtarë që kanë bërë patjetër një futboll fantastik deri më tani. Harry Kane, me thënë të drejtën, më ka surprizuar me ato gola në ato mënyrën e tij spektakolare. Që po udhëheq Anglinë. Po, që po udhëheq Anglinë. Mbappé edhe ai në formën e tij pa diskutim te Franca ka bërë më të mirën, por pa diskutim që unë qëndroj tek Lionel Messi, është një lojtar legjendar që domosdoshmërisht mendoj se është edhe kampionati i fundit i tij botror. Po bën diferencën e 39 vjeç. Shumë interesante. Shumë interesante, me thënë drejtën, nuk për mendimin tim mënyra se si ai luan, mënyra se si ai organizon të gjithë lojën, mendoj si konkuron edhe lojtarët që kanë edhe moshë më të re. Glend, te kjo gara e këpucës artë, kush duket më afër triumfit ndoshta në fund deri në finale? Messi në sheh apo Haaland edhe Mbappé mund të jenë? Po lufta shumë e bukur. Është kryesore. Kemi 4 lojtarë që të katërin e klasifikojmë si 4 nga lojtarët ofensiv më të mirë të momentit, pavarësisht se Messi ka disa vite që luan në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka dalë pak nga rrezja, sepse natyrisht Europa është epicendra e gjithë vëmendjes së futbollit. Nuk e di, kam vështirë të parashikoj Messi del goshinues, po nuk i dhan penallti Argentinës, se penalltit nuk i ka mirë marrëdhëniet me 11 metrëshat. Po në anën tjetër, po ka rekord botror dhe ka rekord negativ në të gjithë, pa asnjë futbollist në historinë e botrorëve nuk ka shpërdoruar 11 metrëshat, po në anën tjetër është jashtëzakonshëm, pra nga 21 gola që ka shnuar Messi në botror, 15 ka shnuar nga mosha 35 e lartë, pra është e magjishme që lojtar 35 e lartë shnuar 15 gola në botror, sepse natyrisht skuadra punon për të, është më i lirshëm. Ai i lirshëm ka qenë gjithmonë, por është edhe më i lirshëm, punon ekipi për Messin. Messi ka pjesën ofensive, është më i kthjellët, është më i qetë. Këtë botror është dhe më i qetë se botrorin e kaluar sepse ka një kupë në shtëpi, kështu që patjetër që është favorit. Nuk e shoh Messi që Messi nuk është nga ata që e do. Messi realizon për ndihmuar skuadrën dhe mund të vitë titull goshinuesit, por nuk e shikon Messi një tet i fiksuar. Prioritet. Ndoshta në këtë garë, duke për një lloj parashikimi që mund të shkojë Franca deri në fund, ndoshta Mbappéja do të arrit të kalojë Messi në galën e goshinuesve, mendoj unë. Duke parë kualitetin ndoshta të Francës. Mund të ndryshojë, duke parë që Franca mund të shkojë larg, por mund të eliminohet edhe
Mund të ndodhë me Marokun, mund të ndodhë ndoshta me Spanjën, nëse Spanja kalon Belgjikën. Se pam një Francë pak me probleme, deri diku para Paraguajt, e vendosur në vështirësi flasim. Unë realisht nuk kam parë shumë probleme të Francës, natyrisht që një kampionat botror ti do kesh më Paraguajt në shikonim rezultate më bindë se shumë gola. Ai mund të jetë edhe fakti i arbitrimit, se ishte Franca me Paraguajin, unë e pash një tjetër ishte ndeshje e mërzitshme. Unë pash një këndvështrim tjetër, Franca me Paraguajin tregoj edhe një anë tjetër që duhet ta kenë frikë. Dhe tham Mbappé kur marrë ndeshje, ne duam edhe pisët ta. Nëse doni të luani pisët, luajmë pisët. Nëse doni të luajmë pasë, luajmë pasë. Dhe kjo ishte një anë që tek një skuadër që është një skuadër shampanjë, po e quajmë, se shampanjë si ekip. Ekip i bukur me lojtar ofensiv, të gjithë taft, potencialisht 4 kandidat për topin e art mund të ketë aty në ekip. E pam që ditë luaj edhe pisët, ditë përballoj dhe shkelma, ditë përballoj dhe grushta, dhe goditje. Dhe unë nuk besoj që do ketë skuadër deri në fund, nëse Franca vazhdon që do përballohet me Francën atë mënyrë si bëri Paraguay. Nuk besoj që Maroku do të bëhet një skuadër aq e shëmtuar, thonjza. Nuk besoj që më pas Spanja do luash, nuk besoj kur. Dhe një finale eventuale, gjithmonë nëse del Spanja, do luhet po në atë mënyrë, qoftë dhe Argentina po shkoj, pa që të luaj me kam përshtypjen se Argentina do të tentojë në njëjtën mënyrë t'ia prish lojën Francës. Po mund t'ia prish lojën, po jo në mënyrë, pse mund tenton t'ia prish lojën, po jo në mënyrë të pisët, pra më kujtua ndeshjet e kategorisë parë ndonjëherë në Shqipëri ai Paraguay, në ato nivele, pra. Do të thënë Garranza e kishte i futbollistë, më duket që 1-2 godiste me bryla pa top, është futbolli i kaluar edhe jo i bukur edhe në atë kohë. Edhe pse ndonjëherë dikush thot burror është me top. Goditet pa top janë për burracak, janë burracak, nuk janë burror. Po Rico ajo pjesë. Dhe unë shoh ndoshta Mbappé ketë një lloj përsie, po mos harrojmë Haaland, edhe pse 2 nga këta që kemi në garë do ikin njëri. Kështu njëri ndërpret rrugën. Edhe kalendari që ose Kane, ose Haaland na bien pas çerek finaleve në kandidatët për dalë gëshënues, sepse tani nuk janë në vend parë, duhet ndoshta në ndeshjen direkte të shënojnë shumë, por unë kam një simpati shumë veçantë për Harry Kane, realisht jam duket lojtar jashtëzakonshëm, lojtar që shpenzoi shumë vite, jo të çuara dëm, ose nuk është dëm të luash në Premier League me Tottenhamin, po shpenzoi shumë vite ku do kishte bërë edhe më tepër gola se çka shënuar, dhe po shohim tani çfarë kalibri është, pra janë 72 gola vetëm nga gushti deri tani. 72 gola ka futbollistë që kanë luajtur një jetë nuk i kanë shënuar. Ky zotëria i shënon pa bërë vitin. Për të kuptuar që është kthyer dhe lider më pëlqen shumë se është kthyer lider tek Anglia, dikur ka qenë sulmuesi shumë i mirë, ka qenë pika referimit në sulm, por nuk ka qenë lider. Pra po ta shikoj edhe nuk i dëgjoj zëri gojë, za anglishtën e ka gjysmake, po të dëgjosh, nuk flet edhe anglishtën se flet mirë. Ishte ikur dhe zërin ndeshjen e fundit, e kishte pak vështirë. Se dikush thotë, çfarë thotë këtu, se nuk e flet mirë, e di anglisht shumë mirë, po ka një lloj theksi që ndonjëherë nuk kuptohet, ose ndoshta se kuptojmë ne, po ata lojtarët shokët e skuadrës kuptojnë. Tani shikoj shumë të përqendruar. Janë edhe ndryshe interesante me Bellingham, domethënë kanë ndryshe të ndryshme, janë të ndryshëm, plotësojnë njëri tjetrin, kanë dy mesfushor që për mua anglisë mungon pak pasimi i fundit, pra ndoshta zgjedha për të mos marrë Walton, që është njeriu më shumë pasime vendimtare të fundit, apo Palmer ndoshta është një Palmer i Foden, por zgjedhja e Tuhet. Më mungon pak pasimi i fundit, edhe pse unë ndeshjen me Meksikën më pëlqeu shumë. Pastaj kundërshtarët do bëjnë rastet, sepse ne themi Franca nuk prodhoi shumë me Paraguay, po lojtari më mirë në fushë ishte i shpallur, ishte Orlando Hill, portieri i Paraguayt. Edhe pse fitoi Franca, pra ne kemi parë që kur lojtari më mirë del nga ekipi që fiton përgjithsisht. Aty FIFA vendosi të jepte portierit Paraguayt, sepse kreu të paktën 3-4 pritje të jashtëzakonshme, kështu që në farë mënyrë edhe portieri anglisë i bie që të punojë, siç punoi me Meksikën, që pati 2 momente që shpëtoi skuadrën. Por unë pash një ekip që në atë ndeshje, paktën në atë ndeshje me Meksikën, ishte i gatshëm të ngritste. Dhe kjo më pëlqen tek Anglia, ishte i gatshëm të vuaj, ishte i gatshëm për plaset, sepse pesha përgjithsisht është shumë e madhe, janë 60 vite. Dhe nuk e kanë fajin këta që janë 60 vite pa fituar. Janë gjithë vitet akumuluara nga ata të tjerë që nuk fituan dot kurrë, dhe tashmë i bie pesha e madhe futbollistëve të këtij brezi, që është futbollist shumë i mirë, që të mos shkojnë finale, se finale nuk e pranojnë më. Edhe pse nuk kanë shkuar në botror në finale, finale se kanë përjetuar 166-ën. Por nëse Anglia shkon në finale dhe humbet, unë besoj që prapë janë të zhgënjur anglezët, sepse presin që të një vend aq shumë futbolldashës, ndoshta më futbolldash si në gjithë planetin, të ketë vetëm një botror dhe 60 vite pa fituar asgjë është frikshmërisht e trishtuese. Mendoj se ka ardhur edhe momenti i Anglisë. Ky vit është viti i artë me lojtarët që ka, por mbetet për të parë se ka tepër konkurrencë. Interesante ishin që në ndeshjet e fundit qau si Ronaldo, ashtu edhe Messi. Cilët bërë me shumë përshtypje, cilët lot ishin më real ndoshta?
Të mesit apo të Ronaldos? Ato lot ishin real për nga të dyja palët, por mendoj se ishin lot të derdhura ndryshe. Ishin emocione të ndryshme. Të Ronaldos ishin lot hidërimi sepse nuk arriti dot që të eci përpara në këtë kampionat botror, ndonse dëshira e tij ishte pa diskutim që ishte ai që të merrte edhe kupën e këtij botrori, duke qenë se ishte dhe e fundit ky kampionat botror. Ndoshta e fundit, sepse ka lënë të hapur. E ka lënë të hapur që në fillim të këtij fillimi të kampionatit botror me deklaratë. Mund tentoj 2030-ën. Pse do të tentoj thua? Nuk e mendoj. Pse? Sepse po rritet i vogli. Cristiano Junior po bëhet gati. Mund të bashkohen të dy bashkë. Synim ka i tuaj me djalin edhe avash edhe me nipin edhe me radhë. Por ndonse lotët e Messit ishin lot gëzimi që... Ndoshta edhe çlirimi për atë situatë që kaloi. Pa diskutim se ishte një situatë pa diskutim shumë e vështirë për Argentinën. Mendoj se sikundër se edhe ne si tifozë ndjem atë momentin që nga minuta e 79 s'kishte asnjë shpresë Argentina. Mendoj se edhe lojtarët vetë aty e kanë ndjerë atë peshën e çlirimit që... E vërtet. Por janë emocione të kundërta. Të vjen keq për largimin e Ronaldos? E prisje? Apo unë në fakt dëshiroja shumë, na tregoi që nuk është isha ajo Portugalia që na dëshironim. Është një Portugali e cila nuk ka fituar kur asnjë kupë bote. Por unë do dëshiroja shumë që të ishte ajo përballja e Argentinës dhe Portugalisë në fundin e këtij kampionati botror, por u tregua shumë ndoshta sinike dhe dobët Portugalia. Glend, fillom të analizët e ndeshjeve më mirë, se këto janë hallet periferike, kam përshtypjen. Te Francë-Marok që zhvillohet ditën e sotme, janë 6 përballje mes tyre, vetëm një ndeshje zyrtare në vitin 2022, përfunduar 2-0 për gjelat. Sheh ngjashmëri me atë ndeshje të 2022-shit, apo Maroku është pak më i fortë? Me gjysmëfinalen? Me gjysmëfinalen. Maroku është më i fortë. Patjetër që Maroku është më i fortë. Mund të them që edhe Franca është më e fortë. Besoj që Franca e këtij botrori, pavarësisht se Franca shkojnë në finale dhe mund të ndodhë që Franca këtij viti nuk shkon në finale. Patjetër që mund të ndodhë. Por po të shohësh strukturat e skuadrave, Franca është skuadër më cilësore se skuadra e vitit të botrorit fundit, pra që u bën Katar. Shoh një Marok më të zhvilluar më shumë. Dhe situata e Marokut është shumë e bukur. Para ka shumë maroken që edhe janë rritur sportivisht në Spanjë, siç është Hakimi, siç është Brahim Diaz, që edhe jo vetëm janë rritur si njerëz për në aspektin human, por edhe sportivisht janë të dy të rritur tek Real Madridit, apo edhe futbollistit të tjerë. Saibari për shembull është i lindur në Spanjë, pavarësisht se mund të jetë sportivisht në Belgjikë, tek Anderlecht e gjithçka tjetër, por është i lindur në Spanjë. Sepse dihet, pasi komuniteti marokan në Spanjë është i madh, janë kufi në zona Andaluzisë, janë kufi dhe shumë marokan jetojnë, punojnë prej vitesh në Spanjë breza për shkak edhe me herë të pushtimit sidomos të Andaluzisë, janë gati 700-600 sa vite që është pushtuar nga kalifati, dhe natyrisht një pjesë e kalifatit ishte Afrika Veriore, Maroku, Algjeria, por kryesisht Maroku, që janë spostuar shumë vite atje. Megjithatë, ajo që shoh lidhe natyrisht me futbollin, po e lidh pak me futbollin, prandaj po lidha me Spanjën kryesisht, sepse janë rritur sportivisht atje dhe nuk janë të lindur në Marok dhe ti i nënvlerëson. Pra duke u rritur në Spanjë, duke u rritur në Belgjikë, duke u rritur në Holandë, janë, mos gaboj, 17 apo 18 lojtarë të Marokut që kanë lindur jashtë Marokut. Dhe vetë nuk e shohin më Francën, edhe pse është kundërshtar shumë i vështirë, por nuk është e njëjta situatë siç do shikonte një Marok para 20 apo 30 vitesh. Pra shohim Francën si një kundërshtar që mund të përballesh, sepse me këta lojtarë përballen çdo javë. Pra Bono ka qenë deri para shumë kohësh ishte tek Sevilla. Para disa kohësh ishte tek Sevilla. Bono është përballur me ato kundërshtar. Brahim Diaz luan në një skuadër me Mbappén. Hakimi është fituesi Champions League-s 2 radhazi, është përballur me kundërshtar të vështirë. Saibari tashmë është tek Bayerni, do shkojë tek Bayern, është përballur kur ishte tek PSV-ja, por do përballet edhe më shumë. Po të shohësh, pra Maroku ka ndryshuar fytyrë, dhe nëse më lejon shumë shkurt tek Maroku. Maroku bëri lëvizjen për të marrë Ouabil në Mars. U larguar te Gregi, që ishte trajner më i suksesshëm në historinë e kësaj kombëtare, pra. Se po ta shohësh, është pak, po ta mendosh në momentin e parë, duket veprim i çuditshëm, dhe është. Pra largon sa ai u dorëhoq, po në një farë mënyre ishte një dorëheqje e imponuar për shkak të divergjencave ndoshta me drejtuesit e federatës, me lojtarët, por edhe për shkak sepse sipas drejtuesve të federatës futbolli nuk ishte
propozitiv në italian, por nuk propozonte futboll, por ishte një skuadër që priste dhe niste me sulmet e shpejta me krahat që ka. Por ajo mënyrë loje të dha një vend 4 botror, pra ishte Afrikania e parë gjysmë finaliste, të dha dhe një kupë të Afrikës që e morën tavolinë, por sot je kampion. Pastaj kur ta ndroi Kasit e kthej Senegalit, diskutojmë ndryshe. Sot je kampion. Dhe ti vendos të largosh të trajner. Merr Awabin dhe mua edhe sot e kam thënë që ditën e parë botrorit, po dhe sot bën shumë përshtypje që si ka mundsi Awabi do thosh, "Ok, ka lojtar, se po s'ke lojtar, nuk kemi çfarë bën." Nuk ke çfarë gatuan ndoshta. Për 2 muaj ka ndryshuar konceptin e lojës së kësaj skuadre. Pra një skuadër pritse, është një skuadër që propozon futboll. Është një skuadër, ok, Awabi nuk vinte nga rruga. Është trajner që është lindur në Belgjikë, është marokan. Ka drejtuar në sistemin zinxhir dhe në Belgjikë dhe është trajner që çoi Marokun kampion botë në 2025 për 20 vjeçar. Dhe nga këto kampion botë 7 i mori. I ngjiti lart në skuadrën e parë dhe pse nuk luan gjithë. Pra luan Talbi dhe luan Bawadi. Të dy lojtarë luajnë nga ajo skuadër e 20 vjeçarëve, po prap i mori me vete. Dhe po të shohësh futbolli është tërheqës. Edhe pse në ndeshjen e fundit pam një skuadër që nuk luajti 45 minuta para si Maroku, por në një botror do kesh shumë fytyra, është shumë e vështirë që një kupë bote, me kaq shumë presion, me kaq shumë futbollistë të mirë, po flasim për ajkën e futbollit. Ti të bësh 7 ndeshje ose 6 ndeshje të gjithë nivel ekstrem. Pam një Marok që dominoi me Holandën, pam një Marok që zhvilloi një ndeshje shumë mirë me Brazilin, dhe pam një Marok që diti shfaqte një tjetër fytyrë. Pra ishte një skuadër që diti edhe të kthehej në rrënjët e Regregit. Pa diti të mbronte me Kanadan, do thua shpriti Bono, po patjetër se do të shpëtojë edhe një herë portier. Dhe shfrytëzoi kundër sulmit, pra ishte e frikshme në kundër sulm. I tregon kundërshtarët që zotriun mund të mbajë topin, po mund të luajë edhe në mbrojtje. Dhe unë besoj që ajo fytyra e Marokut do shfaqet me Francën. Nuk besoj që Maroku do ketë guximin për të mbajtur, mund ta bëj, patjetër që mund ta bëj. Do rrezikonte ndoshta shumë. Do lejoj hapësira për këta zotrinë që ka Franca në sulm, që ata janë të aftë të ndëshkojnë të gjithë. Pra problemi i Francës është që gjithë që janë përpara, gjithë bëjnë gol. Edhe ata që janë stol po hynë bëjnë gol. Megjithatë, Franca ka një ekip shumë të ekuilibruar. Ky botror ka një ekip edhe të ekuilibruar, po edhe shumë cilësor. Edhe ato probleme që unë kam parë disa herë në fazën mbrojtëse duket sikur I ka limituar shumë Deschamps në këtë botror. Edhe te polemikat e Mbappé si janë shuar komplet, Mbappéja duket në shërbim të skuadrës. Mbappéja dhe ka një marrëdhënie shumë mirë po të shohësh me trajnerin, edhe me futbollistët dhe me shokët e skuadrës. Ai veprimi Deschampsit kur ju përul gjatë momentit daljes ishte veprimi po momenti I golit shkoi përqafoi trajnerin për shkak të ndarjes nga jetët të nënës tij, pra Mbappé po sillet si kapiten. Nuk është më çunak, sepse edhe çunak ishte lojtar shumë I mirë. Por është ndjerim ose nuk bëj gjysh po. Ideja që e kupton tani përgjegjësinë, nëse dikur luante për vete, për rastet, pse kur luante për vete ndihmonte edhe skuadrën, se po shënova ndihmon. Por tani luan për gjithë, pra nuk po ta shikosh rënja e egos së sulmit të Francës, kjo është për mua një nga veprimet më të mira që ka bërë Deschamps. Nëse ka një gjë të mirë se këtë Francë, ti realisht me gjithë respektin si trajner nuk kërsi. Ke shumë çfarë të bësh, çfarë do bërë ti si trajner, se tha dhe skaloni pas ndeshjes. Ora unë kam lojtarët, I fusin lojë, tha kur I ke, tha nuk është e vështirë, tha mos na jepni këto vlerësime. Problemi është kur si ke si do t'i krijojnë. Kur I ke dhe Deschamps tani me atë ekip që ka vetëm vështirësinë që do zgjedh. Se këdo të zgjedhësh është I suksesshëm. Çështja është si do administrosh egot e po them të paktën 3 nga 4 futbollistët që kanë sulm I ke potencial për toptar. Pra Olize është potencial për toptar, do thosh nuk e fiton se Bayern nuk fitoi, po potencial është, pra do jetë në 15 që po them. Dembele është top I art fuqi dhe nëse Franca del kampion bote, dhe Dembele shënon finale, Dembele është kandidat kryesor për ta fituar 2 radhazi, sepse edhe në Champions League nga çerkfinale deri në finale shënoi gola. Nëse Mbappé përcakton finalen të bëhet kandidat kryesor për toptar, pra ti ke 3 nga 4 të sulmit, por shto pak Dueno ose Barcolan, që I ke kandidat për toptar tani. Si do administrosh egot e këtyre zotrinjve? Ja për çka ka dalë, se po të shikosh, Olize nuk po intereson të shënoj, patjetër kur del moment do godasaj, por kërkon të shërbej. Mbappé shënon kur shënon, shërben kur shërben. Dembele është ky altruist, kur vjen puna për të shënuar, shënon, kur vjen puna për të shërbyer për Mbappén. Pra njeriu që ka marrë më shumë asiste nga Dembelea në këtë botror është Mbappéja. E kjo bën të frikshme pra Francën. Ti nuk I gjen dot një pikë të dobët. Se ka krijuar harmoni në grup. Pas të krijosh harmoni kur ke ka qyje është shumë e vështirë. Dhe pastaj ka 2 mesfushor shumë mirë. Thash edhe ato dyshimet që kisha se mos për repartin e mbrojtjes I ka limituar. Dhe po nisi me Teon, luam me Luka Dinj, u pa me Kano që ishte lojtar që mund të kishte ndonjë problem sepse është lojtar që e bën ndonjë gaf ndonjëherë pse ka cilësi se nuk luan tek Bayern. Saliba nga ana tjetër duket si sigurinë e qendrës. Saliba është I konfirmuar edhe në sezonin e fundit tek Arsenal ishte nga mbrojtësit më të mirë.
Kramer Diath ka ky nden që është lojtar që shtyr përpara, është fullback tipik modern, pra që shtyr dhe mbron. Kështu që është një skuadër që nuk ka shumë pika dopta, por kjo nuk e përjashton se ky botorar mëson që ne nisemi me idenë që një skuadër do dominojë dhe pastaj fillojmë ndryshojmë këndvështrimet. Përgjegjësi më të madhe ka Argentina që i ndryshojmë pastaj këndvështrimet me rrugtimin që ka bërë në fazën e nokautit, që nuk ka qenë rrugtimi i pritshëm realisht, pavarësisht se është kualifikuar. Kështu që do të ndeshje e bukur. Unë nuk them që fiton Franca 100%, po them që shanset i ka shumë. Sigurisht që Franca është më avantazhuar. Dhe uroj realisht që pastaj në gjysmëfinalet kemi përballjen që presim. Patjetër gjithë ne do dëshironin që të kishim Francën. Nëse Spanja del, se me Belgjikën kemi fjetur pak. Belgjika na ka bërë Belgjika të flemë se kishte një grup që do kalonte edhe po them edhe ishit Fixhi, formë batute, dhe kaloi me vështirësi me atë fitore me Zelandën e Re. Dhe pastaj menduam mos e eliminohet tani me Bregun se psoi 2 gola. Nuk u eliminua se e ktheu, se si e ktheu ndeshjen me Bregun është mister i madh, domethënë. Saqë ai zëvendësoi dhe Kevin De Bruyne për ta ndëshkuar, zëvendësoi dhe Doku për të ndëshkuar, aktivizoi këta tjerë që të merrnin minuta që mos rrinin në botror pa shkuar. Do t'i kthyen ndeshin. Menduam me Shtetet Bashkuara që skuadra vendase do e kapë çerek finalen e shkatroi, kështu që kemi fjetur dhe ne tek Belgjika po. Nuk i diet. Po shohim një Belgjikë të frikshme. Nëse në drejtën. Ndoshta edhe nga kualiteti që kanë si futbollist De Bruyne, Lukaku. Ai zgjimi. De Bruyne nuk e futi fare ndeshmën, më gjë. Ai zgjimi që bërë te Kevin De Bruyne ishte duhet me dekë të larë dhe megjithatë me Lukaku. Sepse neve kemi një perceptim ose as perceptim, mund të jetë edhe gjykim patjetër që Lukaku është lojtar që po shkon drejt perëndimit. Për shkak të një sezoni kur nuk luajti fare, se nuk është pak që të vish në botror me 60 minuta. Vish botror kur ke 60 minuta në një vit, është e çuditshme që dhe e thiri në skuadrën përfaqësuese Rudi Garcia. Duke parë problemet të Napoli, problemet me Napoli vetëm 60 minuta, javën e fundit qëndroi jashtë skuadre, sepse në moment nuk preferoja të kthehej të stërvitej me të bënte terapinë, të stërvitej tek Napoli, sa do të qëndrojë në Belgjikë sepse këtu janë mirë psikologjikisht, u bë problem. Dhe u duket çuditshme që Rudi Garcia thirrë, por ja që Rudi Garcia ka drejtë se do jenë gjykojmë nga jashtë, por nuk e dim ata që janë të zotët e punës, që i prekin gjërat me dorë. Dhe e kishte idenë se çfarë mund të jepte Lukaku kësaj Belgjike dhe sot, për mua një nga surprizat e bukura është performanca e Lukakut. Sa herë ka qenë në fush, ka qenë gjithmonë vendimtar. Por te Belgjika unë shikoj atë lojtarin ndeket e lor. Që ka qenë përcaktues me gola dhe një lojtar me thënë të drejtën që unë paktën jam surprizuar. Ndryshoi totalisht lojën e Belgjikës që nga minuta 9 e futi në atë fazën favorite përballë SBA-s, më pas erdhi barazimi nga Amerika, më pas ai sërish shënon golin e dytë, e transformoi domethënë ndeshjen favorite Belgjikë në pjesën e parë, më pas fillua dhe bashkëpunimi i Belgjikës duke shënuar për ta mbyllur te Franca ai da, është super favorite Francën kundër Marokut apo mund të ketë edhe surprizën e Marokut? Nuk e di, është pak ndeshje. E shikoj pak të Marokun si një kundërshtar që mund të japë. Si një kundërshtar që mund të na surprizojë. Po pa diskutim, Franca ka një ekip shumë të ekuilibruar, ka lojtar që edhe sikur të luajë me Stolin sërish, mendoj se do bëj shumë mirë. Por mbetet për të parë, nuk di asun gjatë kësaj përballje se si do shkojë ndeshja, por përpos gjithave duke parë dhe grupin dhe ekuilibrin që ka, mendoj që Franca është më tepër favorite. Një ndër çështjet që ka shkaktuar polemika në orët e fundit ka qenë që të gjithë arbitrat do jenë Argentinës, me Facundo Tello në krye, dhe Facundo Tello është një nga gjyqtarët që ka rekordin në botë me 10 karton të kuq në Boca dhe Racing. Glend, shen ndonjë lidhje apo Boca Racing karton të kuq nuk janë për faull. I kanë qenë momentet konflikteve. Është krijuar një sherr mes futbollistëve dhe aty mund të japet 20 karton të kuq se kur fillojnë goditen me njëri tjetrin si të jenë në pubet e Birminghamit, ashtu do ndodhi, po duket pak tendencioze ndoshta. Nuk e shoh as tendencion as një veprim që është bërë me qëllim, se nëse bën diçka me qëllim, po shkojmë në këto ujra, në ujrat e konspiracionit, që konspiracioni 7% të rasteve, 8% të rasteve janë ide. Janë ide që dalin nga logjika edhe rrjedha normale. Edhe pa bazuara shumicën e rasteve, sepse nëse do kishte dëshirë FIFA të eliminonte Francën me Maroko, nuk çonte 5 Argentinas, po mund të çonte edhe, po them 5 italianë dhe zgjidhin ata, nuk ka problem. Pra se nëse çon 5 Argentinas ti në farë mënyre e bën evidente, pra që do eliminor dhe po çoj Argentinas. Ato thjesht kanë përzgjedhur 5 Argentinas, ajo që i bën dëm kësaj situate është që do ketë shumë presion për atë arbitër.
ti do thua është shumësuar me presion se kur arbitron Boca River apo ndeshjet këtij niveli që atje e kanë përballje jete, pra Boca River nuk është përballje futbolli, është përballje jetësore, përballje mënyra jetese të varfrit me të pasurit, shtresa e lartë me shtresën e ulët, pra ate kanë mënyrë jetese, nuk e kanë përballje futbolli. Kur përballon atë ndeshje në La Bombonera, për shembull si shpërthen, ai ndoshta nuk ka problem një France-Marok, por pra presion që do ketë shumë i madh për çdo vendim, sepse edhe kanë bërë dhe atë që edhe në VAR është po Argjentinas. Ndoshta këtu mund bëni, mendoj unë, për të evituar ndonjë polemik, mund bëni një ndryshim që okay, 4-shja është Argjentinas, por varisti mund ta vendosin nga një shtet tjetër, në mënyrë që mos ishin të gjithë në një krah. Po një lloj diversiteti në këtë mënyrë, por nuk e shoh konspiracionin dhe teorinë konspirative deri aty, sepse ishte ashtu nuk zgjidhin fare Argjentinas. Se mund ta bënte edhe gjyqtar nga një shtet tjetër. Pa mund të jetë edhe kjo që arbitrat e fundit në ndeshjen e Argjentinës ishin të gjithë francez, në këtë ndeshje do të jenë të gjithë Argjentinas. Dhe ndoshta edhe polemika ishte francez dhe po flasim për favorizim. Tani bie që pse kanë çuar Argjentinas? O i kanë çuar ta ndihmojnë, kanë çuar ti prish punë se dalën bin kontradiktu pastaj. Po. Unë nuk besoj një gjyqtar që shkon atje dhe njollos figurën e vet. Ai bën maksimumin, pastaj mund të ketë një moment fatkeqësie për arbitrin fushë që është një moment që nuk e shikon mirë, varisti nuk e ndihmon, se llogarit dhe presioni që kanë. Tani është skenë botërore që gjithë bota. Që gjithë bota jeti që do marrësh një vendim që zgjidh rrugën e Francës apo Marokut në botërore. Vetë karrierës tënde, normal. Siç ishte Byron Moreno që bëri 4 orë me Italinë në 2002 dhe nuk u pa më. Pastaj Byron Moreno u kap dhe me drogë në New York se kishte të tira pasione në jetë, po. Kryqëzohesh nëse bën një gabim patjetër. Po, botëror është shumë e vështirë, sidomos për arbitrat e nivelit pak më të ulët, sepse ti je evropian, po edhe evropian ndikohesh shumë, po të bësh një gabim botëror ndikohesh edhe në rrugtimin tënd më vonë. Po gjithsesi kam përshtypjen që edhe FIFA gabon në këtë rast, sepse kemi arbitra shumë të mirë nga Europa për të tilla ndeshje. Po, diskutuam, për të tilla ndeshje po jam dakord. Siç ishte ndeshja për shembull France-Paraguay, që unë mendoja që okay, ti e ke bërë shpërndarjen e hartës së botërorit me arbitra, i aktivizove në grupe u knaqe, tani në këto ndeshje, si France-Paraguay, janë sfidat nuk po them vetëm europian, qoftë amerikanë latin, sepse nga Amerika Latina ka arbitrat mirë, kanë arbitruar finale. Po mos më shko merr nga Uzbekistani dhe me gjithë respektin. Në një kampionat botëror mbi gjithë, sepse është kompeticioni më i rëndësishëm futbollistik. Mund ta marrësh nga Uzbekistani, se nuk ka nivel kampionat me shpejtësia, kampionat aty shumë e ulët. Ai nuk kupton shpejtësinë e lojës. Ose ai në Uzbekistan mund të arbitrojë edhe ashtu. Pra goditën me grushta, thotë, ec, jepi dhe për atë është normale, po nuk është normale për të tjerët. Se ndoshta ato grushtat ndaj Mbappes në Uzbekistan janë çdo ndeshje, dhe ai thotë, por ne nuk kanë problem do. Do të jetë pak më i fortë grushti, të dalë gjak, të shtrihet 5 minuta aty, mund t'i japim një të verë. Kështu që ai në metrin e vet është okay ai, po nuk është në rregull me të tjerët. Kalojmë pak te sfida Spanjë-Belgjik, dueli i fundit mes tyre zyrtar ka qenë në vitin 1986 në Kupë Bote dhe belgët kanë fituar 5-4 në penallti. Është shumë larg me vite Aida, po që duket e vështirë që të përsëritet një gjë e tillë kundër. Shumë larg me vite, por unë po shikoj një Belgjik shumë potenciale me të drejtën, të paktën përballë Amerikës. Ndoshta Amerika nuk është kundërshtar aq i fortë se sa Spanja. Spanja, por që por kam parë një Spanjë ndonse pak të luhatur, të fjetur, diku zgjohej më pas në momenti kur duhet shënonte. Nuk e di, kam parë herë në fundit një Belgjik që Spanja duhet ta ketë pak frikë. Kështu e mendoj unë në aspektin tim, por mbetet pa diskutim një ndeshje që është ajo vërshëllima e fundit e arbitrit e vendos. Glend, Spanja është ekipi që ka shënuar 9 gola dhe nuk ka psuar asnjë në 5 ndeshjet e para. Është një rekord absolut për Spanjën. Jemi mësuar ta shohim si një ekip që shënon shumë, këtë botror ka shënuar ndoshta më pak dhe ka një mbrojtje të hekurt. Me atë që ka treguar deri më tani. Po lidh pak me atë që the Rozal lidhe me 86, aty ishin të dyja skuadra të mira. Po them që ishin më të mirat, po ishte një Belgjik që vinte nga një botror, u shoi në gjysmëfinale, dhe ishte një Spanjë që vinte nga një mos gaboj finale kampionatit evropian. Tani janë dy nivele të tjera. Në shumë Spanjë është tjetër nivel dhe Belgjika që menduam dhe mendojmë ende realisht që po shkon drejt fundit të një brezi që duhet kishte fituar diçka dhe që nuk fitoi asgjë. Pra ku ishin De Bruyne, Hazard, Lukaku në kulmin e vet, apo dhe futbollistë tjerë, pa Alderweireld, Vertonghen, që tashmë ka mbetur vetëm De Bruyne dhe Lukaku, po dhe De Bruyne ne dim që ai ka patur probleme fizike gjatë vitit. Pra De Bruyne ka munguar gati 5 muaj. Prandaj nuk e kemi parë në nivel. Në nivelin që ne prisnim, sepse 5 muaj nuk janë pak në një sezon dhe kemi Lukaku që tham që ka shumë pak minuta, por Lukaku ka qenë shumë më vendimtar se De Bruyne, edhe pse De Bruyne është nga lojtarët më shumë tentativa në këtë botror. Nuk është se nuk ka provuar.
Dhe mua më zhdukur një skuadër shumë bipolare në këtë botëror. Pra kam patur momente një Belgjik që ka dominuar dhe kam patur momente ka qenë dominuar në mënyrë të frikshme, për shembull në bregun e Fildisht, ishte një moment që ishte bregu komanduesi i ndeshjes në mënyrë ekstreme. Nuk u priste fare një që Belgjika mund të ndodh do ta përmbyste rezultatin. Mund të ndodh që ti pëson 2 gola, sepse mund t'i pësosh edhe më thonë në mënyrë aksidentale, një goditje nga këndi mbi topin zona apo një kundërsulm, por ti e dominon. Kurse me bregun e Fildisht, bregu shënoi 2, por kishte gjithë kontrollin e ndeshjes. Dhe ai sa e thash edhe më herët, pra u duk sikur Garcia u dorëzua. Kur zëvendësoi pas golit 2 De Bruyne dhe Dokuqja, dy lojtarët, nuk po them se them De Bruyne ka rënë, po Doku është lojtari më i mirë që kanë. Është në kulmin e formës, teksit, është vendimtar. Pra, po edhe fizikisht është i ri. Kur i zëvendëson, duket mua mu duk dorëzim, pra thash këtu hoqi dorë Garcia dhe i ndëshkoi. Kush e priste që të bënte atë që bëri dhe ardhi, të eliminonte Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk mund të them që Belgjika tani vjen e gjunjëzuar. Po në anën tjetër, përpos kritikave që vijnë ndaj Spanjës, ajo që the Rosalba nuk është e pak e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që të vijë një skuadër me 0 gola të pësuar deri në çerek finale. Dhe jo vetëm 0 gola të pësuar, por është ekipi që ka lejuar më pak tentativa nga të gjithë. Është ekipi që deri në ndeshjen me Portugalinë, Unai Simon kishte bërë 4 pritje, dhe nga këto 4 pritje asnjëra nuk ishte e rrezikshme. Pra pritje me gjuajtje nga larg, gjuajtje të lehta, por Unai Simon ka rekordin tani të minutazhit pa pësuar gol në një botëror. Ka kaluar edhe kaloi Zengën, në ndeshjen e kaluar tashmë shtoi rekordin dhe kur u pyet pas ndeshjes si e kaloi rekordin e Zengës, pra ndeshjes së parafundit, para ndeshjes me Portugalinë, tha me sinqeritet që dekor unë kam rekordin, po më thënë drejtën, tha s'kam bërë asgjë, s'kam pas asnjë punë për të patë këtë rekord. Po e kam bërë se s'm ka ardhur topi. Ashtu dhe unë e bëj rekordin, po s'merr topi dhe unë e bëj. Puna është po se me Portugalinë pati 2-3 momente. Glen, duke qenë se ka qenë dhe portier, për të ndërhyrë ndoshta pak nga portier që më të mirë në këtij botërori. Po është vështirë ta përcaktosh në këto momente sepse ka qenë botërori, do të kthejmë prapë te Spanja për një element që lidhet pikërisht me fazën sulmuese mbretare që ka. Unë nuk jam nga ata që mendoj që Spanja nuk po performon mirë. Ndoshta nuk është Franca, por nuk jam nga ata që mendoj që nuk po performon mirë. Përkundrazi. Përpos e tham të merret, futbolli në botëror ka edhe një grafik që mund të ndryshojë. Pakta në skuadrë shkojnë grafikun e botëror dhe kanë gjithkohës lartë. Madje kemi historinë shpesh herë Rozalba që na mëson që grafiku ka qenë shumë i ulët në fillim dhe pastaj ka dalë kampion bote. Kështu që ndodh. Tek portierët ka qenë botërori portierëve të panjohur. Pra Orlando Hill është portieri i San Lorenzo's në Argjentinë. Vozinha një nga emrat më të përfolur momentalisht. Vozinha është pas skuadrës. Pra e ka marruar kontratën me Xhavi si kategorinë e dytë portugeze. Është pas skuadrës. Patjetër pas tani ekipin do e gjejë, pse është 40 vjeç, ndikon pak mosha, por një skuadër unë besoj që 1-2 vite do i bëj edhe nga emri, edhe nga followersat që mori. Por mua personalisht nga portierët e panjohur më ka pëlqyer shumë Orlando Hill, portieri i Paraguajit, sepse është portier që nisi 13 vjeç të bëhej portier, ishte futbollist sulmues. Kthy 13 vjeç portier, pati një fatkeqësi me fëmijën e tij të parë dhe u desh që të shiste të gjithë ku nuk ishte para, të shiste të gjithë bazën e tij materiale për të ndihmuar fëmijën që falë Zotit e ka mirë tani. Dhe shkoi tek San Lorenzo duke mos luajtur në formacion, pastaj filloi të kapte formacion parash, një portier që ka gërvishtur për të ardhur aty dhe bërë një botëror për mua ideal. Portieri Curaçaos, ishte portieri në kategorinë e dytë të Shtetet Bashkuara të Amerikës me Miami FC, pra i panjohur. Nilan, që pam që në vërtet Norvegjia doli me merit ndaj Brazilit. Por që edhe dora e tij ishte nga arsyet ishte në pritjet e Niland, se nëse nuk do ishin ato pritje fantastike që e bëri Norvegjia do pësonte golat shumë herët. Niland është këtë sezon e fundit ka qenë portieri i dytë tek Sevilla, portieri i parë. Pra luante Vlachodimos, Niland ishte portieri i dytë. Më herët ka luajtur, këtë vit humbi vendin. Pa njohur thonjza se disa janë të njohur, pa ka qenë. Kjo është e bukur. Kemi patur një botëror, portieri i Iranit bëri ndeshje shumë mirë me Belgjikën, portieri i Egjiptit bëri ndeshje fantastike me Argjentinën. Dhe më pëlqen kjo pjesë, kemi patur deri tani botërorin e portierëve në thonjza të panjohur. Ende nuk kemi patur botërorin e portierëve të mëdhenj sepse tham Unai Simon, nuk hyn tek portierët e elit, po është portier i mirë. Nuk ka operuar. Emi Martinez ka operuar fare pak. Pickford me Meksikën, ju desh që të ndërhynte disa herë. Courtois nga këta portierët e mëdhenj mendoj që është ai që ka patur më shumë punë dhe ka bërë më mirë dhe me një nuk e kam parë të ketë patur shumë punë për 7 penaltime në Norvegjinë, por një ndeshje që nuk se kishte ndonjë vlerë të jashtëzakonshme. Pra, dhe Bono pastaj ka bërë një botëror më të mirë se gjithë portierët e mëdhenj, po i quhet pse luan Arabi, unë e konsideroj portier shumë mirë. Dhe unë në një farë mënyrë nuk merr di mirë kush në Arabi Saudite, thoshte vjen mirë atij se merr parat. Po
mendoja që do kishte ende më shumë karrierë në Europë për nivelin e portierëve që është. Ishte një statistikë shumë e lezetshme Rozalp që Spanja kishte fituar në 2010 dhe mbante rekordin si skuadra e cila kishte shënuar më pak gola në gjithë kampionatin botror me 8 gola. Domethënë duhet duket ndoshta një rrugtim i ngjashëm i një rrugtim i ngjashëm i Spanjës se pak më parë se që ka shnuar. Këtë herë ka shnuar më shumë gola dhe prandaj po të bëj krahasime se gjete ishte në kokë. Aty ku do të 5 gola ka shënuar këtë sezon. Këtë sezon ka shënuar 9 deri më tani në 5 ndeshje. Në 5 ndeshje, sepse shënoi ndeshjen e dytë, më duket, shënoi 4 gola. Shënoi Oyarzabal 2 herë dhe asist. Ajo Spanjë që ne kemi si ikon, që kemi në kornizë me të drejtë, e mbylli një botror me 8 gola. Dhe psoi pak. Pra Spanja më e mirë që ne mendojmë dhe që është për momentin Spanja më e mirë gjitha kohërave. Pastaj nëse thyet, okay. Nuk është se shënoi shumë, do të thosh okay, se kundërshtarët pastaj ardhën u forcuan, por Paraguajin e mposhti 1-0 në 2010-ën, ku Paraguaj me Cardozën shpërdori penallti ku ishte 0-0. Pra po të shohësh rrugtimin, shef finalen, sheh golin e Iniestës dhe harron çka ndodhur. Po Spanja mund të ishte jashtë me Paraguajin. Nëse Cardozo do të kthente në gol penalltin. Dhe pastaj por Gjermaninë me golin me kokë Puyol dhe gjithçka tjetër. Pra ishte një Spanjë që nuk ishte cinike, ekip kontrollonte lojën, por nuk shënoi shumë. Kjo Spanjë tani shënon më shumë dhe me gjitha ne i dim që kur nuk pëson je më afër fitores se sa kur shënon shumë. Pra nëse ti arrin të kesh hermetizëm në mbrojtje, je shumë më pranë suksesit se fund fare, nëse nuk shënon do shkosh në shtesë. Do të bën një gol diferencë dhe krijon atë. Po nëse ti nuk arrin të shënosh deri në fund, që Spanja vështirë që të shkojë 120 minuta pa e gjetur rrugën e golit, por edhe nëse nuk shënove do shkosh me penallti, kurse kur je një skuadër që pëson, të duhet gjithmonë të rekuperosh. Siç po bën Argentina, pa Argentina tani, unë shoh vështirë të shkojë larg sepse po pëson gola sistematikisht. Dhe jo një nëse i ndodh me Zvicrën, ajo që i ndodhi me kepin e Gjelbërt, edhe me Egjiptin, është eliminuar Argentina. Zvicra nuk është nga ato ekipe që nuk është Zvicra më mirë e historisë. Por që ka ekspert në mbrojtje, por që nuk është nga ajo skuadër që po i shënoi 2 Argentinës, Argentina do gjetë 3 gola tjetër, do ketë shumë vështirë. Tek Spanja nuk është shok, te Spanja nuk lejon raste dhe në një moment të një ndeshje, qoftë edhe ndeshje e vakët, mos po marrim ndeshje të vakët. Si ndodhi ndoshta edhe me ndeshjen e fundit me Portugalinë. Ishte ndeshje që po shkonte drejt shtesës. Ishte e barabartë, ishte ndeshje e barabartë, nuk është se kishte një supermandsi të Spanjës. Një çast, një pasim i Ferran Torresit, Mikel Merino futën në 3 minuta në fush, 4 minuta. Dhe kjo do i ndodh Spanjën në një ndeshje futbolli kundër kundërshtari. 2-3 momente do ja krijoj vetes për të shënuar gol. Dhe po pati këtë hermetizëm mbrojtje është shumë më pranë fitores. Se ke Oyarzabalin që është një tigër i zonës. Jamali nga ana tjetër. Shumë pak raste arrin të kthejnë gol. Dhe tregojnë shifrat e. Në periudhën e fundit ka kontribuar gati 25 gola në 13 ndeshjet e fundit me kombëtarin, pra mes asisteve dhe golave afërsisht. Ke Laminin që do ta gjejë një mënyrë për të ndëshkuar. Ka gjetur ekuilibër me Alex Baenën. Dani Olmo të propozon. Pra është lojtar që godet nga distanca. Ka Rodri që është njeriu që vendos dikën, okay, nuk shënon shumë. Është njeriu që shpeshherë që mban ekuilibrat e mes fushës. Po është ai që njeh rrugët e daljes. Kur ke një lojtar që njeh rrugët e daljes të skuadrës tjetër, nuk i njeh tani. Ka vite që njeh rrugët e daljes. Ti ekipi është arm plus. Kjo dhe Pedri që pastaj dihet cilësia që ka, kështu që nëse Spanja ruan këtë element të mbrojtjes që tjetër e cekë me drejt Rozalp që në fillim, pra skuadra që 0 gola në kaq ndeshje, atëherë bëhet shumë e frikshme, sepse 2-3 raste do krijojë patjetër për gol, do shënoj një gol. Pastaj do të gjesh rrugën të shënosh një skuadër që nuk pëson kurrë, dhe është vetëm një ekip që nuk pëson, sepse kishim edhe Meksika u largua, kështu që. Kalojmë te sfida Norvegjia-Angli, një ndër ndeshjet më interesante. Norvegjia shkon për herë të parë në këtë fazën çerek finale. Ka shënuar në total 12 gola dhe 7 nga prej tyre i ka shënuar Haaland. Duket si futbollisti përcaktues të skuadra e Norvegjisë. E mban për dore, por ka dhe elemente të tjera cilësor si Odegaard, portieri që e përmendi Glendi. Si është këtë Norvegji, mund t'i hap probleme? Kjo është vetëm një ndeshje që unë nuk di të jap një rezultat dhe se cila skuadër është e favorizuar. E di për atë virusin që Norvegjia po haset momentalisht. Edhe pse tentuan, kanë marrë kuzhinier me vete, ushqimet me vete, por që i kapi sërish virusi amerikan dhe kanë pasur probleme në ditët e fundit. Po mendoj se do ta kalojnë. Mendoj se i kanë gjitha kushtet dhe mundësitë dhe atë stafin për ta kaluar këtë situatë. Shikoj një Angli tepër të fortë me Harry Kane, me Bellingham, një dyshë që mendoj që e menaxhojnë grupin pa diskutim që edhe pjesa tjetër e lojtarëve. Por ky Haaland është ai ylli që po e shndrin gjithë atë Norvegjin.
Nuk kam një skuadër që mund ta favorizojnë në këtë ndeshje. Është një ndeshje për mendimin tim e cila do jetë ndonse e barabartë. E di që Glendi ka rezerva dhe mendoj që do të jetë Anglia favorite. Jo, jam 100% dakord. Glend sfida me Meksikën ishte prova e zjarrit për Anglinë që e superoi me sukses, një ndër ndeshje që e prisnim që Anglia të vuante shumë, por që arriti të kalonte edhe me 10 futbollistë. Është pjesa karakteriale që unë prisja të kjo Anglia ta shikoj edhe në fakt pjesën karakteriale nuk është se më ka munguar të Anglia, qoftë edhe me Kongon. Pra, dallova një skuadër edhe me Kongo që nuk ishte as se dëshirë të largosh nuk ke kur, por ka skuadra që shikon ndonjëherë të vakta në reagim, i shikon të përulura, të përgjumura ndonjëherë në mënyrë të çuditshme, por Anglinë edhe pse me Kongo ishte në dizavantazh, dallova një ekip që deshte me çdo mënyrë të mos largohej nga ky botror dhe kjo është një armë plus. Kur një skuadër ka kaq shumë të rëndësishme që të luftojë deri në sekondën e fundit, bëhet një skuadër rrezikshme sepse në elementet e tij janë futbollistë të gjithë luajnë në Premier League, janë lojtarë që pavarësisht që shifrat i kanë fryra, patjetër se nuk kushton 105 milionë euro, me gjithë respektin e Elliot Anderson, aq sa po shkon tek City apo dhe futbollistë tjerë, i kanë shifra të fryra, por janë lojtarë cilësor. Kjo ka lidhje historike, pse kujtohet pushtimi i Vikingëve në Angli, ka patur epiqendër. Nënt futbollistë siç e përmendat, nënt futbollistë luajnë në Premier League nga Norvegjia. Po, në Norvegjia, kështu që kanë dhe lidhje historike, qoftë edhe më herët të dy vendeve, Norvegjia dhe Anglia. Pastaj si skuadër Norvegjia është skuadër shumë e mirë, është ndeshje të barabartë, jam i tentuar të shkoj drejt Anglisë edhe për shkak të eksperiencës, po Norvegjia nuk është surprizë, mund të jetë surprizë për ata që nuk kanë ndjekur rrugtimin se si ka ardhur skuadra e Solbakken deri këtu. Norvegjia krijoi një fazë grupesh që ishte perfekte, me 37 gola të shënuar që ishte shifër e frikshme. Janë gati 4 gola për ndeshje, pa në fazë kualifikuese do thoshte okay se kishte Estoninë në grup, Izraelin, përveç Italinë që e shkatërroi në të dyja ndeshjet, po kishte këto skuadra që mund të bëjë golavrazh, po ti ashtu i bënte Italia golavrazh, nuk e bëri dot. Kështu që të shnosh 4 gola për ndeshje në fazë kualifikuese nuk është shaka. Dhe nuk është se Norvegjia kualifikoi sistematikisht, Norvegjia kishte që 98-ën që nuk merrte një kualifikim. Tjetër, ka individualisht lojtarë shumë të mirë, ylli më i madh patjetër që është Haaland, por Odegaard është kapiteni i Arsenalit, Ryerson është nga mbrojtësit e djathtë me më shumë asiste në sezonën e fundit të Bundesliga me Dortmundin, Schjelderup që e thash diku mos gaboj. Edhe mua më është dukur si surprizë e këtij botrori jashtëzakonshëm. Çështja është që Schjelderup, duke qenë që na ka rënë të merremi edhe për shkak se Benfica në Champions, është nga lojtarët më të rëndësishëm këtë sezon të Benficas. Dhe unë kur shikoj anë story, tha, po si ka mundësi Solbakken nuk i jep kaq shumë minuta Schjelderup, se pastaj thash, okay, ai e di, ai e shikon stërvitje, por duke parë sezonin me Benfica mendoja që ndoshta diçka minuta më shumë do kishte. Dhe kur erdhi momenti për ta aktivizuar, ishte vendimtar. U largua Solo, të vjen Bob që është i Cityt nga Stoli dhe bën diferencën. Ka Nusën që është lojtar goxha cilësor. Aursnes që erdhi nga Stoli ka kaq vite, 4 vite që është element kryesor tek Benfica dhe ne dimë që Benfica nuk është skuadër në Portugali e rëndësishme, skuadër që në Champions përgjithsisht bën rrugtim të mirë, nuk e fiton se nuk lejon uçi të fitosh, por ti shkon deri diku. Dhe po ti shoh dhe individualisht është skuadër e mirë, nuk po them që ka yjet që ka Franca apo lojtarët që mund të ketë Anglia, por janë lidhur aq mirë me një tjetrin, këtë ka merit Solbakken dhe janë lidhur aq shumë me kombin e tyre, sepse them shpesh që është shumë e rëndësishme që disa nga këta lojtarë kanë patur baballarët e tyre në Norvegjinë më të suksesshme në 94, 98, pra Haaland, Sorloth, Berg, Thorsveld që ka patur babain portier dhe kanë përjetuar në vetë parë do të thotë kur një skuadër kombëtare ecën mirë se çfarë krijon tek njerëzit. Dhe ata e din këtë, dhe e din që janë herojnë në shtëpinë e tyre sa më larg vazhdojnë. Dhe po të shikosh, edhe ajo ru që bëjnë, është ide që kanë me publikun dhe i ndihmon shumë. Por në anën tjetër, unë kam një dëshirë personale që Anglia të shkoj deri në fund në këtë turne, sepse e thash edhe më herët, arsyeja është një popull kaq shumë futbolldash, sepse ndonjëherë arrogant, pra sa kush që u shkojnë gjysmëfinale thonë do e fitojmë, do marrin kot, siç morën europian, apo të dy europianet, pa mendojnë që mbaroi. Nuk kuptojnë që arroganca me 60 vjet pa fituar asgjë nuk shkojnë, nuk janë njëra me tjetrën. Mund të jetë arrogante Argentina po fitoi 2 botëror, thotë zotëri jam 2 herë kampion. Lën punën time. Ti që ke 60 vite ti thua e ke harruar një herë po shkon në finale do rish, nuk do flasësh. Kurse anglezët po ti shohësh sa shkojnë gjysmëfinale, mbaroi, it's coming home, po prit more zotëri se ke finale, ke punë përpara. A di çfarë por lojtarët ka shumë. Anglia?
Ndoshta më duket si ajo vllaznia që ka kaq shumë vite që e kërkon. Shkon deri, po vllaznia ka atë çështje që shkon deri në finale, po aty u mbet. Po një situatë me Angli edhe tifozët e vllaznisë. Sa vjen faza e tretë, po ishin vend parë, bën e gati thon yllin, po prit do të fitosh dhe fakt uroj që dhe Anglia dhe vllaznia të shkojnë tek suksesi se janë dy tifozëri shumë të mira, por edhe si element, për shembull. Pavarësisht se Tuchel ka patur shumë vakume në krahun e djathtë mbrojtjes për shkak të dëmtimeve, edhe të Livramentos dhe të Reece Jamesit, edhe të Quensas u rikthye. Dhe nuk është të ndeshje me karton, nuk mori një zëvendësues fullback tipik. Dhe kjo është e çuditshme që nuk mori një mbrojtës djathtë tipik, pa edhe pse mund të merrte, por nuk përzgjodhi, sepse deshte një mbrojtës djathtë që i kishte në rregull ato që kishte dhe nuk mori Alexander Arnold. Që është mbrojtësi djathtë më i mirë që mund të merrte, edhe pse Alexander Arnold, për të qenë sinqert, pati një sezon me shumë probleme tek Real Madrid, nuk ka luajtur shumë e gjithçka tjetër. Ka qendër mbrojtës që ka lojtarë që ka të konfirmuar, edhe Konsa, edhe Stones kur luan aty, janë lojtarë që janë përshtatur shumë me lojën e Tuchel. Thash, dy mësueshorët i ka të nivel shumë të lartë, Rice, Anderson është lojtar në rritje, por nivel ka. Mua më mungon pak fantazia te ky ekip. Po më mungon, nuk e ka fantazi. Është një ekip që ndoshta luan me forcë. Nuk se po e themi këtë sepse u zgjuam në mëngjes dhe pam një ëndër. E kemi parë me Ganën, pa shkuar herët. Nëse faza kualifikuese ishte perfekte, nuk pësoi asnjë gol, ishte në grup me ne, i fitoi të gjitha ndeshjet, okay. Por me Ganën pam që një skuadër e mbyllur si Gana nuk arriti që Anglia një skuadër të mbyllur në blok tulët të krijonte as raste jo. Dhe pam dhe me Kongun. Me Kongo, deri në momentin kur erdhi goli i barazimit, ne pam një Angli që po vuante të shkonte në finalizimin e aksioneve, se deri aty shkon. Dhe gjithkohës provon nga krahat, me krosime. Problemi është që një skuadër si Kongo mund t'ia gjesh anën me krosime, por nuk ja gjen dot një skuadër si Norvegjia. Në mos një skuadër si Norvegjia që nuk ja gjen, sepse është një skuadër që është shumë shtatlartë. Ekipi i dytë më shtatlartë gjithë botrorin pas Bosnjës. Kështu që nuk ja gjen dot me krosime, sepse ishte ndryshe situata me Meksikën. Thash, mua më ngroh Anglia me Meksikën, por me Meksikën kaloi Anglia në avantazh. Nëse kemi situatë ku është dizavantazh si me Kongon, apo barazim si me Ganën ku mund t'i duhet fitoria, unë nuk e di se ku do e gjej fantazinë për të shkuar te goli, sepse dhe Bellingham nuk është një lojtar që ka një vizion loje të jashtëzakonshëm, lojtar që një portë, është lojtar që lëviz shumë pa top dhe kjo ndihmon shumë dhe Harry Kane-in. Por nuk është lojtar që jep pasimin e fundit siç mund ta bëjë dikush tjetër, për shembull, nuk e di, si mund ta bëjë De Bruyne, që lojtar që pasimi mes tinjave një shumë mirë. Megjithatë, Anglia ka zotëri që quhet Harry Kane dhe në ndeshje të tilla ai mund ta zgjidhë edhe në çdo çast siç bëri për shembull goli me Kongon është aftësi e mrekullueshme. Do arrit ta krijojë një gol pa diskutim. Ai ide interesante ishte që po lexoja dje Erling Haaland kishte shumë gjasa të mëdha ta shikonin te Anglia si sulmuesi i Anglisë, sepse babai ai ka lindur në Leeds dhe mund ta shihni me kombëtaren e Anglisë ditën e nesërme ku luan sfida dhe do ishte shumë interesante të kishim një dyshë sulmuese me Harry Kane. Po unë nuk besoj që do përshtatesh. Janë lojtarë që, okay, Harry Kane është pak më atipik se sulmues, nuk qëndron zonë, është lojtar që vjen mbrapa, ke parë që bën dhe numrin 10 ndonjëherë. Edhe pse pasin e fundit, me që ishim të pasi fundit dhe pash që e bëri shumë mirë Andrew Gordon, ndeshjen e kaluar, pra ndeshjen me Kongon, apo dhe Elliot Anderson ndeshjen me Kongon. Kështu që ishte lojtar vendimtar, por nuk e di ja bën gjithmonë sepse shoh një Andrew Gordon që është me dritë hije në këtë botror pavarësisht 80 milion eurove të shpenzuar nga Barcelona, po thash shifrat janë fryra se nuk besoj se kushton aq Gordon realisht. Nuk mendoj që do shkonin shumë mirë se dyshe, por më pëlqen shumë se Haaland vërtet e ka patur mundësinë dhe Anglia peshkon. Vetëm ishte fakti që babai i tij kishte emigruar sërish ishte rikthyer në Norvegji. Po, është edhe shumë i lidhur me Norvegjinë. Pastaj kishte nisur dhe karriera e dashuron vendin e tij dhe unë besoj që përpos shumë skuadrave që kanë lojtar të naturalizuar, po e quhen, siç ka Gjermania. Franca pak më ndryshe se ndoshta kanë emigruar dhe goxha më herët. Kolonive që por si të thret rrënja jote, nuk të thret asnjë kombëtar. Sepse ne po shohim se te këta lojtarë të Marokut, fare mirë Hakim mund të luante me Spanjën sot. Do ishte kampion Evropë, do ishte kandidat për kampion bote. Dhe sot nuk ka skuadër që të ketë një mbrojtës djathtë si Hakimi, qoftë dhe Franca. Ky nder nuk është aq i mirë. Edhe Jamali është kritikuar sepse ka pasur mundësinë që të luante me Jamali është luhatur, po besoj që mosha e re, babai pak në thonjza derdimen, me gjithë respektin, edhe ka shkuar tek
skuadra që mund t'i ofronte më shumë mundësi në karrierë. Ose ndoshta hap për ta Për bërë të bërë hapin më të marketingun shpejt. më të mirë. Ka Po, dhjetë edhe hapin më të Nuk është shpejt, njësoj. sepse është Nuk është njësoj. luan direkt te Barcelona, luan direkt me Spanjën, Ai mund të luan tek Barcelona dhe tek Maroku, por ideja është që tani të jemi realist. Nuk është vitrina e një, të luash për Spanjën, për Marokun. Është vitrina e një, të luash për Francën dhe të luash për Kamerunin. Pra, Mbappé mund të luan edhe për Kamerunin, po Kameruni nuk kualifikua fare. Imagjino tani të kishim një botror pa Mbappén. Siç ka ndodhur disa shqiptarëve që përfaqësojnë vende të tjera dhe pse unë mendoj që asnjëherë nuk e ndjen, që në him nuk e ndjen, siç është vendi jote. Po shohim që një nga këto probleme ka Gjermania. Gjermania kishte 7-8 lojtarë që janë gjerman autokton, po e quajmë. Por janë lojtarë normalisht shikojnë edhe për të rritur veten nga anën profesionale. Jo, patjetër, se edhe një lojtar gjerman kërkon të Mendoj se edhe ne të ishim pa diskutim që do zgjidhnim vitrinën më të mirë, më kupton? Me dëshirën më të madhe për jo për të bërë populizmin sa intereson se më dyshon gjë në jetë, por unë do kisha zgjedhur Shqipërinë sepse ndjeshmëria është krejt ndryshe. Shkrejt ndryshe nuk është ndjeshmëri i futbollit. Se ti mund të shkosh edhe me Zvicrën, siç kanë shkuar shumë shqiptarë. Patjetër luash çertfinal botror, po ti kampion bote me Zvicrën s'del dot. Fund fare pa trofe do rish me Shqipërinë, pa trofe do rish edhe me Zvicrën, pa trofe do rish edhe me Suedinë. Pastaj nëse tret Gjermania si Brian Gruda, okay, dikush mund t'u hatet se është Gjermania. Po prapë dhe Gjermania. Duket mision dhe Gjermania në këtë moment o Rozal pa trofe do rish prapë edhe me Gjermaninë. Dhe po të shikosh edhe trinjtë e Gjermanisë që dje dolën në finalet të kampionatit evropian, 2 gjerman, 9 ishin të gjithë lojtarët naturalizuar. Okej, futbolli është globalizuar, po humbet lidhja me fanellën. Prandaj se Iram si Magelani, por prandaj mendoj që Haaland ka shkuar drejt terrenit të tij dhe sot është shumë i lumtur me këtë Norvegji këtu se do të ishte me një Angli edhe në finalet të botrorit. Sepse kemi edhe Olizen që mund zgjidhte 300 kombëtare se franko-algjeriane, nënën, nigeriano-britanik babain, pra Olize kishte 8 kombëtare nëpër duar në batut, zgjodhi Francën mirë bërëse. Prandaj sfida tjetër është Argjentinë-Zvicër, një duel shumë interesant. Për Argjentinën ka pasur një fakt që do thoya të çuditshëm, sa herë që Nigeria nuk ka marrë pjesë në 3 raste të paktën, Argentina ka fituar botrorin, ka qenë në 78-ën, 86-ën dhe 2020. Që ka sekretin? Por që gjithsesi kishte edhe raste që ka munguar Nigeria dhe nuk e ka fituar Argentina. Unë shikoj Argentinën, me të thënë të drejtën favorite në këtë përballje. Ky është mendimi im për këtë. Shikon nga ajo që ka treguar. Mos e thuaj me frikë, se po thua mendimin e të gjithëve. Jo. Je në rregull. Argentina është favorite, ke shumë të. Po, ai do po një koment për Granit Xhakën. Doja si Unë mendoj se është kapiteni i Zvicrës, është një lojtar superior i Zvicrës, pashë një reagim shumë pozitiv të trajnerit që shkoi të përqafonte Granitin. Domethënë ishte ai lojtari që ai donte ta përgëzonte dhe të shprehte gjithë atë lumturinë që kishte për Zvicrën. Jam shumë e lumtur që në një farë mënyre ne krenohemi me Granitin. Nëse Graniti do të ishte me Shqipërinë, ndonse ne nuk do të kishim asnjë shqiptar për t'u krenuar, kështu që kemi një mundësi në një farë mënyre për. Sa herë që në botrore kemi një shqiptar që është gjithmonë thuajse Granit Xhaka në fazën 1/8-ave ndoshta. Glend, si e sheh Argentinën në këtë sfidë? Ke kjo statistika të bën përshtypje apo? E Nigerisë. Me lidhje me Nigerinë. Më duket pak si ajo që kanë marrë foton e Maradonës në 86-ën, që është dora e majtë e Maradonës te Katari dhe pastaj bën lidhje që në Katar fiton Argentina, ndërkohë që dora gjysmë është te Katari, gjysmë te Skocia. Ja pastaj njerëz që kërkojnë gjën diçka. Gjen ato pikat që i lidhin. Mund të gjesh siç ishte ai magjistari ganez që i bëri magji Harry Kane-it, po më pas nuk i eci më magjia, ju bllokua. Ju prish magjia gjatë ndeshjes. Ju bllokua llogarit. Ai dorën gabim. Po që e para me që ishim te Graniti, unë uroj që të vit dita dhe shpresoj të vit sa më shpejt që ne mos jemi të gjithë me fanellat ndryshme, po të shohim një botror me fanellën tonë. Se bëm kaq vite që të gjithë pyesim ti me italian, ti me gjerman, ti me kinezët, ti me japonezët. Duhet të shkojmë një herë të jemi tifoz me Shqipërinë dhe akoma më vret veshin. E bën shumë shqiptar, nuk po i kritikoj, po mua më vret veshin që thotë ne gjermanët e kemi sot, kush jeni ju gjerman? Ose ne italianë, po ç'ne italianët? Je tifoz me Itali, po mos thuaj ne italianë. Po brazilianët. Ne brazilianët e kemi kështu. Ke qenë në Brazil, jo, po çfarë ne brazilianë? Po je tifoz me Brazilin, okay.
Dhe uroj që një ditë themi ne, siç duhet themi ne, kur Shqipëria të shkojë atje. Prandaj lidha pak. Patjetër që do dëshironim shumë. Shpresojmë që të vijë momenti Glen siç ishim në Gjermani, që ishte që ishte europian, por europiani ka një rrugë pak më thjeshtë. Botërori është i vështirësuar shumë për skuadrat europiane dhe uroj Rozalp që kur vi momenti mos jemi me mjekër kaq dhe me flok thinjura e të plakur, po na vi pak më herët, kemi fuqi të shohim ndeshjen. Po pse bëhet Granit është shumë interesant si lojtar sepse është lider, pra shkoi tek Leverkuseni, ku ne menduam ne. Okej, opinioni, se ndoshta ne nuk e menduam që pas një periudhe të gjatë tek Arsenali, kapiten dhe u largua nga futbolli i Premier Ligës, që futbolli më i rëndësishëm në botë, shkoi në Gjermani dhe tham, okej, po vjen momenti që dal Granit duket sikur po merr patericën. Shkoi tek Leverkuseni dhe u thoqi një sezon pa besueshëm, pa asnjë humbje. Fitoi edhe kampionatin. Të gjujzosh Bayernin është diçka që pak e kanë bërë në historinë, pak në historinë pas viteve 2000, që të fitosh kampionatin para Bayernit, shkoi në finalet e Europa Ligës, fitoi kupën. Mbaroi aventura Leverkusen, menduam që okej, tani sigur po e mbyll. Shkon tek Sunderlandi, ndër më të mirë Sunderlandi rikthehet në Europë ose era parë në Europë në gjithë historinë. Pra është lojtar shumë i rëndësishëm tek Zvicra. Menduam dhe është e vërtetë që edhe tek Zvicra epoka e një Zvicre të artë, Zvicrës më të mirë, po shkon drejt fundit. Pra, Shaqiri u tërhoq Zomeri, Freuleri është në etapat e fundit, po e themi të karrierës, siç mund mendojmë që po shkon dalë dhe Graniti. Dhe sot e kemi Zvicrën që e finalistë të sërish. Pra, me se duhet kjo skuadër vazhdon të gjejë burim energjie për të ardhur deri këtu, diku shtot okej se rrugtimi nuk ka qenë më të vështirë me Katarin, me Bosnjën, me Kanadan, pastaj Algjeri. Kolumbia është një kundërshtar i vështirë, ku Zvicra asi probleme. Asnjëherë mendoj për nesh nuk e priste që. Po unë e prisa të barabartë, ndoshta prisa dhe Kolumbin pak më nëpërsi për të patur. Duke parë strategjia skuadra e cila nuk kishte psuar asnjë humbje, madje kishte shënuar dhe gola. Edhe në Amerikën Latine ka patur një histori shumë mirë në fazën kualifikuese, ekip agresiv. Zvicrës që shikonin pak më të çikuilibruar, shikoi një Kolumbi. Edhe pse ato rast u krijuan, pra Kobel ishte më i miri në fushë, portieri i Zvicrës në atë ndeshje. Dhe në ndryshim nga tjerët nuk është tek grupi i portierëve të panjohur, flasim për portierin e Borussias Dortmundit. Por fund fare të duhet dhe portieri se Argentina sot ka një kupë botë shtesë për atë këmbën e majtë të Emi Martinezit, që për mua Emi Martinez mund ta lejë futbollin kur dojë. Ka monumentin do ta ketë gjigant në Argentinë, sepse botërori erdhi nga këmba e majtë e tij. Dhe Kobli bëri jashtëzakonisht mirë, tash e shohim Zvicrën me Argentinën. Mendoj që Argentina ka një epërsi, por më është ridimensionuar ideja dhe pritshmëria që kanë patur për Argentinën në krahasim me prag botrorin. Ka patur shumë probleme. Që është e varur nga Messi nuk është problem, është për më tepër është vlerë. Luajnë gjithë, kanë një të mirë që kanë një kimi të jashtëzakonshme, është grup shumë i fortë, por kanë probleme në fushë, në aspektin futbollistik. Në aspektin e grupit është grup shumë i lidhur. Kimia është e jashtëzakonshme, trajneri është shumë i lidhur me grupin e lojtarëve, mbaron ndeshje, shikon një Scaloni jashtë për ulur që un rall trajner kanë parë, që nuk merr asnjë merit, zero. Scaloni thotë lojtarët, dhe e duan të gjithë. Dhe Scaloni ishte njeriu që ndryshoi faqen kësaj Argentine, se ishte njeriu që ktheu Messi nga tërheqja. Pra Messi u tërhoq pas finales me Kilin Copa America, që humbën në penallti, dhe shkoi Scaloni e thirrë të lutem ktheu dhe u kthye dhe mori 2 Copa America dhe një Kupë Bote. Por shoh një skuadër që ka probleme në krah. Shoh një skuadër që lejon shumë kundërshtarit në zonë pastër. Pa po të shohësh gol që pëson Argentina kundërshtarit përgjithsisht është i pastër. Nuk e shikon as tjetër duel, ose del me kokë Qartazi ose del vetëm me portierin Qartazi. Dhe këto janë probleme që i kanë kaluar për shkak të garrës që kanë në Argentinë, për shkak të kthetrave që kanë, sepse duke qenë që është një popull që ka vuajtur, kjo mund të ndodhë të tjerëve. Por Argentina është një popull që ka kaluar kriza ekonomike të vazhdueshme, ka patur inflacion të frikshëm, qoftë grupi këtyre lojtarëve që janë sot janë rritur në periudhën më të frikshme të inflacionit me 300%, saqë humbën punën 40% popullsisë, humbën kursimet. Dhe një pjesë kanë qenë prindërit e këtyre futbollistëve që janë mësuar me vështirësi, dhe kjo është pjesë që të stabilizohet në karakter. Që futbolli është pjesa ku ti del nga vështirësitë, nga hallet dhe humbet mendjen. Dhe një pjesë e këtyre lojtarëve është karakteri i skalitur. Dhe po të shikosh, prandaj nuk dorëzohen kur, ata mund të humbasin se futbolli është. Por shikojnë që nuk dorëzohen dhe kanë treguar në çdo ndeshje. Ky është aspekti pozitiv. Dhe Messi që nuk ka nevojë, Messi është për mua është më mirë gjitha kohërave, është faktin nga ato që unë kam përjetuar. Se dikush thot Maradona dhe Pelea, po unë Pelen e kam parë me video, Maradona e kam kapur në botërorën e 94-s, ku luajti vetëm 1 apo 2 ndeshje se nxorën nga fusha për shkak të dopingut e gjithçka tjetër. Por nuk e kam përjetuar Maradona, dhe unë kur flas gjithmonë për të mirën e gjitha kohërave, është pyetje që bëhet rëndom tani. Kush mendon që është the GOAT? Por ti për the GOAT do të flasësh për ata që ti përjeton, unë s'mund të flas për Maradonën që e kam parë me video. Domethënë, ndeshjet plota Maradonës, besojmë mund të kemi parë 1-2.
për kuriozitet, po kemi parë me video, dhe me video okay, ose Pelena, akoma më herët. Ata që unë kam përjetuar, ky është më i madhi. Dhe sot Argentina, jo vetëm nga golat, po në gjithçka që bën, është 80% në mos e varur nga Messi. Dhe nëse sot Rozal ti merr dhe Spanja humbet shumë pa Jamali, patjetër që humbet shumë, por nuk bëhet një skuadër mesatare. Bëhet një skuadër jo aq e mirë sa është. Franca pa Mbappén humbet, por prapë është një skuadër që është e aftë, shkoi deri në gjysmëfinale qoftë edhe pa Mbappén. Pra ka Olizen, ka Dembelen dhe mund të jetë prapë skuadër e fortë. Nuk është kaq e fortë sa me Mbappén. Hiqi sot Argentinës Messin dhe ku e vendos si skuadër. Mund të them që as grupin nuk e kalon. Edhe pse ka lojtarë të mirë në shifra. Pra Alvarez 105 milionë euro refuzuan nga ana Atleticos. Lautaro sot po ta nxjerrësh në treg 100 milionë euro ja merr Interi për nivelin që ka. Enzo Fernandez kushtoi 140 milionë euro. Romero 70, po realisht kur i shikon kurse kanë këto vlera reale. Janë shifra ndoshta edhe të fryra në merkat. Janë shifra të fryra, nuk i shikon reale, prandaj është kaq e varur nga Messi. Uroj që të shohë një tjetër skuadër, patjetër që përmbysjet janë të mira. Ajo fitore me Cape Verden është fitore që i solli këtu, po nuk është fitore e madhe, është fitore halli. Dhe nëse vazhdon në të njëjtën rrjedhë Argentina, unë them që dhe gjysmëfinalen ka të vështirë. Po ktheu pllakën, bëhet një skuadër siç duhet të jetë. Të mos lejë kundërshtarët të hyjnë me traktor në zonë sa herë duan, atëherë është një skuadër që mund të krijojë probleme. Të kundërt që me Zvicrën është shumë problematike. Aida, na bën një parashikim fundit për cilat ekipe shef finale dhe kush e fiton. Tani, më e përfolur është Francë-Angli, por pa diskutim që dua Francë-Argentinë dhe ta fitoj sërish Argentinë dhe thyej çdo rekord. Aida dhe Glend, ju falenderoj shumë për këtë analizë që i bëm sfidave çerek finale. Miq, do të shihemi. Faleminderit. Do shihemi në emisionet e tjera me analizat të sfidave gjysmëfinale.